Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë nga 91 e deri në 2025. Po shikoja me kuriozitet rezolutën e miratuar në vitin 1991, e miratuar me konsensus plot nga deputetët e asaj legislature. Një rezolut shumë kuptim plot për momentin që ka jetuar Kosova. E kështu me radhë, vit pas viti, në vitet e vështira, në 97, 98, 99, 2000, e më pas, Kuvendi i Shqipërisë i ka mbajtur të gjitha këto qëndrime. Të gjitha në kohën e duhur, për çështjen e duhur, për situatën që kërkonte dhe për mbështetjen që kërkonte Kosova. Ua kam bërë gati, do të kërkoja që përpara se të hedhim në votim këtë kërkesë tuajën të radhës, ti lexoni. E nuk do të harxoj as një sekond nga koha e vyer e kuvendit për këtë çështje, për cilën ua kemi dhënë përgjigje shpesh, por po kaloj tek diçka që është emergjente, që ndërlidhet padyshim edhe me çështje për cilën po flasim. Zoja e Zotëri, asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet në Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kurrë ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që e bëri, me kushtin që të mos e politizojmë. Bëni dhe ju nesër një protest, me që nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Mos hajdeni në sheshin Skënderbej, po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë, se kjo është një çështje që na bashkon, kjo është një çështje nga ato që ne i quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim. Dhe historia e ka treguar fare qartë. Rasia mund ndodh një herë, 2 herë, por jo gjithmonë. Qysh mandatin e parë, ti si president, i pari vendit aso kohë, me shumë veprime, ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës, po apo jo? Si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimit famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Si ka mundësi që pas takimit Berisha Milošević në Shqipëri do të vinte kasapi i Ballkanit, Arkan, për të takuar me shefin e shërbimit sekret të shtetit asaj kohe, siç edhe ka dëshmuar në dëshmi publike komandanti dhe presidenti Thaçi, po apo jo? Si ka mundësi që prej vitit 1995 presidenti i Kosovës, Indjeri Ibrahim Rugova, shmangi çdo komunikim, çdo takim me Sali Berishën deri ditën kur u nda nga jeta? Është vërtet apo jo?
Si ka mundësi që gjatë qeverisjes tënde, Sali, u ndoqën, u përndoqën, u arrestuan, drejtues të QK-s këtu në Tiranë, dhe si ka mundësi që pati dhe akuza për vrasjen e njerëzve të QK-s në Shqipëri. Si ka mundësi që e mbylle Berishën e parë me i pushtet, me i Shqipëri të rënuar, ndërsa Kosova kishte më shumë nevojë se kur në atë moment për Shqipërinë e fortë. Si ka mundësi që Kosova shkonte Rambuje me përfaqësuesit e vet në pranverën e 99-s, ndërsa shqiptarët e Kosovës ishin nisur detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa ti sulmoje Rambujen dhe Tiranën me zjarr dhe dhunë. Si ka mundësi që në 17 dhjetor të vitit 2010 ti prisje në godinën e kryeministrisë të besuarin e Vladimir Putinit, kryetarin e Komisionit Jashtëm të Dumës Ruse, Konstantin Kosachev, ishte Kosachevi, iniciuesi i mocionit për rezolut, për ku më pas u hartua dhe ai raporti turpshëm i rezolutës 1782 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për gjoja hetimin për trajtim njerëzor të personave dhe trafikim palishëm të organeve njerëzore. E pra, ky proces kundër komandantëve na nisi si hetim për trafikimin e organeve dhe na përfundoi në mbajtjen peng të presidentit Kosovës të paktën për 5 vjet deri tani. Si ka mundësi që vetëm 37 ditë pas takimit në zyrën e tij me këtë Kosachevin e famshëm, u miratua në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës ajo rezolutë e turpshme, mbi bazën e të cilës filloi ky proces i turpshëm kundër komandantëve të QK-s. Si ka mundësi që 4 ditë, vetëm 4 ditë, përpara se të miratojë rezoluta në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, tire urdhër të vriteshin populli opozitar në sheshin dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Vetëm 4 ditë, nuk është kurrë rasti që 4 ditë përpara se t'i bëj dëmi më i madh i historisë së re të kombit shqiptar, t'i vrisje popullin opozitar. Dhe si ka mundësi që gjithmonë je përfshirë në sulme personale t'ulta kundër komandantit dhe presidentit Thaçi. Si ka mundësi që nuk e ke nxjerr kur nga goja një fjalë për komandantët, të cilën mbahen për 5 vite shpeng në burgun e Hagës. Kjo ishte një kronologji 30 vjeçare. E për t'ja vënë qeshin mbi tort gjithë kjo kronologjie për habin time, për habin e plot miqve të tjerë me të cilët isha në Leskovës para 3 ditësh, tifozët serb kur donit na shanin, na thirrnin Sali Berisha. Dhe ja ka treguar një gazetar që ishte pranë meje, ja tregoi dhe e mori në telefon dhe i thot: "Mo doktor, thot, çka kanë këta tifozët serb që thirrin emrin tat?" E thrasin se Saliu është rëndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi. Kam dhe diçka tjetër për ta thënë, jo për ju më, por në vijim të diskutimin që kemi bërë 27 nëntor. Prandaj, për procedurën që ka marrë fjalën zoti kryetari i Kuvendit, për të mos i vazhduar të shkretët, të vazhdojnë të binden urdhrave të një personi i cili çështjen me Kosovën e ka personale, për shkak edhe të krushqisë që ka me Serbinë, propozoj që kjo kërkesë të votohet në fund pasi të njihen me 9 rezolutat dhe 11 deklaratat e 35 vite me radhë. Shpëtoni veten nga ai dhe shpëtoni shpirtrin për hir të Shqipërisë dhe të atë dashurisë. Faleminderit. Faleminderit. Kush e do fjalën nga përfaqësuesit e grupit deputetëve që kanë paraqitur kërkesën për mocion? Zoti Sali Berisha ka fjalën. Zotëri do shtosh minutat e përgjigjes ndaj tij. Gjatë periudhës 1998
1999, forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë, dhe po citoj, Likoshan me 28 shkurt, Gjermeni mars 1998, 24 viktima civile. Në Qirez, 28 shkurt, 1 mars 98, 24 viktima civile. Prekaz, 5 dhe 7 mars 1998, 59 viktima civile, 55 të familjes Jashari. Lybineq, masakre e parë, 25 maj 1998, 10 viktima civile. Fortes, 18 korrik 98, 12 viktima civile. Rans, Shtimje, 26 gusht 98, 11 viktima civile. Kleçk, 27 gusht 98, 8 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur, viktima civile. Shale Bajgores, 17 shtator, 12 viktima civile. Qyqavic, 22 dhe 24 shtator 98, 24 viktima civile. 6 të mbytur me çekan në kokë. Gulboc, Malishev, 26 shtator, 1998, 14 viktima civile, 6 të mbytur me çekiç në kokë. Abri e Epërme, 26 shtator, 98, 24 viktima civile të familjes Deliaj. Lubeniq, masakra e dytë, 1 dhe 7 prill 99, 100 viktima civile, prej tyre edhe gra 7 zana dhe fëmijë nga mosha 2 vjeçare. Raçak, 15 janar 99, 43 viktima civile. Ure Rakovinës, 24 janar 99, 4 viktima civile. Leshani Suareks, 2 mars 99, 29 viktima civile. Reznik Bushtri, 6 mars 99, 9 viktima civile. Udogjen, Mitrovic, 13 mars 99, 6 viktima civile. Tërnav, Podujev, 20 mars 99, 4 të vrarë dhe 11 të plagosur viktima civile. Skënderaj, 20 mars 1999, 29 viktima civile. Kotlin, Kaçanik, 24 mars 99, 26 viktima civile. Podujev, 24, 25, 99, 36 viktima civile. Celin, 25 mars 99, 82 viktima civile. Fortes, 25 mars 99, 26 viktima civile. Goden, 25 mars 99, 28 viktima civile. Randobrav, 25 mars 99.